Përshëndetje miq, mirë se u kthyet në lëkurë. Sot do të përgatisi një maskë për fytyrën. Ose më mirë ta quaj një super maskë, sepse bëhet nga një super ushqim. Është spirulina. Spirulina jo më kot është cilësuar si super ushqim, sepse ka super dobi për shëndetit them. Është pa egzagerim, është super në çdo aspekt. Atër spirulina përmban shumë vitamina, siç është vitamina A, vitamina B kompleks, vitamina E ose tokoferoli që njihet si antioksidues. Pastaj përmban tirozinën që është ka veti shumë të fuqishme si antirruf për lëkurën. Përmban shumë minerale dhe në këtë rast ne do ta përdorim vetëm për fytyrën, por mos harrojmë që spirulina është shumë e rëndësishme edhe në shëndetin e brendshëm, do të thonë nëse konsumojmë spirulinën. Ka shumë dobi si për uljen e kolesterolit, për njerëzit që janë mbi peshë, për të humbur peshë, është shumë rëndësishme si antioksidues për shëndetin e mëlçisë, si detoksifikues i mëlçisë dhe shumë dobi tjera. Dhe normalisht dobi na sill edhe në lëkurën, edhe nga konsumi i spirulinës, jo vetëm me përdorimin e spirulinës si maskë. Maska që do të bëjmë sot është shumë e thjeshtë, mund ta bëj kushdo, vetëm ta keni spirulinën. Spirulina mund gjendet në trojet tona shqiptare. Unë e kam lerë tek Neranzi, nuk e di se ku mund të ketë tjetër, po kam parë, nuk kam vetëm të Neranzi deri tani, në Prishtinë dhe në Shqipëri ka kudo. Është shumë e thjeshtë për të bërë, do ta bëjmë së bashku. Si fillim unë kam pastruar fytyrën me vaj, procedurën që kam shpjeguar edhe në videon tjetër, dhe ata që se kam parë do ta lë linkun poshtë që ta shikoni se si bëhet pastrimi i fytyrës me vaj. Kam bërë dhe pak avull në fytyrë për të hapur poret, që t'jetë gati për maskën dhe ketë sa më shumë dobi lëkura nga maska, përfithet më shumë. Dhe tani fytyra ime ja nuk e di se sa duket, ta fokusoj. Është e pastruar dhe është gati për maskën. Si mund ta bëj maskën? Atë marrim spirulinën, ja si duket spirulina. Dhe duhet ta cek, një sekond ta fokusoj. Është ngjyrë jeshile e errët dhe duhet ta dini që të para përgatiteni që spirulina përveç dobive të jashtëzakonshme që ka për shëndetin, në përgjithësi ka një aromë të them çik si çorape jo të pastra edhe një shije shumë të rëndë ka, po që unë them se ushqimi është psikologjik dhe kur e di se çfarë dobish të mira ka për shëndetin, edhe kur e konsumon nuk e dallon shumë se sa e keq është. Ose mënyra se si preferoj unë ta konsumoj është me një smoothie me banane, sepse banana ka një shije më të fortë dhe ja heq atë shijen jo të këndshme që ka. Ndërsa për aromën, çfarë them unë? Durojeni një çik. Atë marrim një pjatë të vogël ku do ta bëjmë maskën. Dhe i hedhim një lugë të mesme. Ja, kaq, një lugë mesme të kuzhinës dhe mjafton. Dhe i hedhim pak fare ujë, pak domethënë, ndoshta një lugë gjelle ujë, sa të fitohet një lloj paste jo shumë e lëngshme. Ja se po i hedhim. E dallon e pak a shumë e sy që të fitohet një masë e cila është e lehtë për t'u shpërndarë në fytyrë. E marrim domethënë një furç thjesht me kapi, sepse në këtë mënyrë është shumë e lehtë për të shpërndarë maska në fytyrë. E përziejmë. Kur e shikoni që është formuar një tip paste që mund jetë më e thjeshtë për t'u hapur në fytyrë, kaq mjafton, kjo është maska. Për efekt më të madh, mua më pëlqen t'i shtoj edhe ndonjë vaj esencial maskës, që të kem edhe dobi të vajt esencial ndërkohë që bëj maskën në spirulinë. Dhe në këtë rast do t'i hedh vaj frankincense, që nuk e di se shqip si thuhet. Është vaj frankincense, do është vaj esencial i parapëlqyerimit, me të cilën kaloj çdo ditë jetës time. Ka shumë dobi në pjesën e rigjenerimit të lëkurës nga dielli, si antirruf, kundër akneve,
mund përdoret edhe në gjëra tjera në përditshmëri, për shembull nëse ju piskon ndonjë mushkonjë dhe për të hequr atë kruarjen nga mushkonja. Shumë dobi të tjera. Po I hedh ja 2-3 pika, mjaftojnë. Kjo është fai. E kam ledh në internet, në eBay. Okej, maska është gati. Tani bëhemi gati ne. Heq flokët. Lyejmë fytyra me maskë, me një furçë thjesht make-upi. Ja, kështu. S'kam heq mi flokët. Pas 20 minutash mërzitje në dhomë, maska ka filluar të pahet. Kur t'i that maska, e pastroni me ujë. Ose dhe dilni kështu jashtë si doni. Për mua se ta keni. Atër më pëlqen të pastroj me këtë 2 sfungjerët që I përdor në shumë gjëra, shumë gjëra për fytyrë. Është shumë e thjeshtë për të pastruar si maska, si skrabi, si çdo që bëni në fytyrë. Është më lehtë pastrohet me këto, sepse thjesht I lagni në ujë dhe e fërkoni fytyrën, I lagni praktikisht I pastroni, fërkoni fytyrën, I pastroni, fërkoni fytyrën dhe kështu me radhë. Dhe ja fytyra e pastruar nga spirulina. Është shumë e butë, është shumë e ushqyer, është pa rrudha. Dhe normalisht efektet e spirulinës I dalloni shumë përdorim konstant dhe të vazhdueshëm të spirulinës. Pra do me thënë ligji I parë spirulinës I bie tjetë që përdorimi I tij duhet të jetë në mënyrë konstante dhe të vazhdueshme. Dhe për gjithë ata që mund pyesen për këto sfungjer, unë kam bler tek Rossmann dhe janë shumë funksional. Rossmann ka në Tiranë, ndërsa në Prishtinë ose në Kosovë përgjithësi nuk e di se ku mund të ketë kështu lloj sfungjerësh, po mund të kërkoni ose kur t'ju bie rruga nga Tirana t'i bleni atje. Tjetër, për spirulinën e thash, e gjeni të në Ranzin Tiranë keni në çdo cep të rrugës, ndërsa Prishtinë është në hyrje Prishtinës, sa futeni do të nga rruga Pej Prishtinë në Fush Kosovë, në autostradë në Nenemajt e shikoni me të dhaja që shkruan në Ranzim. Dhe tjetër, pas maskës mund ta ndjeni fytyrën një çik sikur të tharë, edhe pse nuk është një reale sepse spirulina e hidraton lëkurën, po që ju duket një çik si e tharë nga pastrimi I fytyrës. Zakonisht hidratoj me hidratuesin tim nga Bizentris, që është fantastik dhe është shumë ushqyeshëm për lëkurën, e jap një ndjenjë freskie dhe përthithet shumë shpejt nga fytyra. Do të thënë, pasi ta aplikoni këtë kremin, e ndjeni fytyrën shumë butë. Dhe nuk I lat ndjenjën si vaj në fytyrë, siç e lëni zakonisht kremrat në përgjithësi. Për më shumë informacion për Bizentris mund ta gjeni te faqja aty ku e keni, nuk e di sa duket. Bizentris Bio Cosmetics, mund t'i bëni like në Facebook dhe të shikoni edhe postime, artikuj për lëkurën, produkte tjera kozmetike që mund blini nga Bizentris. Kaq ishte për sot, mos harroni të bëni subscribe që të ndiqni dhe video të tjera tona. Dhe t'i bëni share që të njerëzit tjetër të shohin këto video dhe ç'a bëhet nga dhomë këto. Edhe normalisht të keni fytyrë më të trajtuar, më të mirë, më të shëndetshme, më të pastër, okay, e të. Ju po fort të shihemi radhës që vjen. Ciao!